thudha që edhe qumshtin, edhe gjethet, ne mund t'i përdorim shumë mirë për benefitet që na sjellin. Në çaj, çfarë efektesh dhe çfarë përfitimesh marrim kur e përdorim si çaj gjethen e fikut? Po, atëherë, këto që unë përmenda, pra edhe këto përbërësit e qumshtit, që pak që ndodhe në për këto nervaturat, kështu që është tamam si një mantel i bukur këte poshtë, në pjesën e poshtme të gjethes, edhe fitokimikatet, edhe flavonoidet, edhe acidi stearik që ndodhet këtu, edhe të gjitha komponentët kimik, pak e nga pak do të kalojnë në çaj. Efekti më i mirë, më i parë dhe më shumë i studiuar i këtyre gjetheve është për diabetikët. Pra ka veti të mrekullueshme që të ruaj nivelet e glukozës në gjak, si të thuash, brenda normës. Këtë e bën nëpërmjet dy mënyrave, dy mekanizmave të veprimit në organizëm. Pra, ka njerëz që janë me diabet, pankreasi e ka prodhuar insulinën, por kjo insulin vjen rrotull në gjak dhe nuk hap porta që sheqerit të hyjë në përinde dhe të digjet. Dhe qarkullon insulina për hesapin e vet, glukoza, glicemia për hesapin e vet. Kjo çfarë bën? E bën që insulina të jetë më vepruese. Dhe duke qenë më vepruese, insulina, sheqeri futet në ato dhomat e qelizave ku do të digje dhe kthehet në energji dhe nuk qarkullon me gjakun. Së dyti, duke e kombinuar për shembull edhe me bimë të tjera që njerëzit pothuajse i kanë në shtëpitë e tyre, por ndoshta nuk i dinë, për shembull, ne mund ta kombinojmë gjethen e fikut me gjethe hurme. Shumë mirë. Ajo ka një mekanizëm tjetër të çuditshëm në organizëm, që ka plot njerëz që nuk ja dinë asaj. Po çfarë bën ajo? Ngushton qimet thise dhe sheqeria, molekula e sheqerit vjen afër saj, nuk absorbohet, po vazhdon që të iki bashkë me ato mbetjet. A është koha dhe gjetheve të urmës tani? Pra mund të jenë paralelisht sezoni? Paralelisht fillojmë që nga 15 qershori deri nga 15 shtatori. Qartë, për të dyja. Në mënyrë që ato flavonoidet, për shembull, sidomos kjo quercetina, të jetë në nivelin, në sasitë më të ngritura. Ato acidet organike, për shembull, ne përmendëm malikun, për shembull, dhe citrikun, po ato na ndihmojnë në uljen e sheqerit, por na ndihmojnë dhe në uljen e kolesterolit. Pra, rregullojnë, si thua, formulën e gjakut, dhe gjaku lëviz shumë më lirshëm në organizëm. Atëherë, a mund të jenë patjetër edhe tashtin, sepse koha është e ngrohtë, unë e pash atë gjethen e fikut që kishte presion qumshti të mrekullueshëm. Dhe tashtin, si thuash, edhe këto kokrat e fikut që janë të vogla, këto rriten me orë, po t'i shikosh, pra nga dita në ditë këto e rrisin volumin gati në milimetra, çdo në milimetra në ditë. Atëherë, se kemi shumë që mund të jenë të interesuar për diabetin, ju përgatisim një çaj për diabetikët, si do t'i kombinojmë, sa gjethe fiku, sa gota duhet të konsumojmë? Atëherë, shiko, unë ka marrë 2 ekzemplar. Gjethe fiku që ka qenë anash rrugës dhe si thuash e smurur në gati 40% të saj. Kështu që nga kjo deg ne nuk marrim asnjë gjethe. Edhe ne po ta shohim në natyrë të shpuar me vrima si të ngrëna këto, më mirë tek ky fik ne nuk afrohemi fare. Ky është rasti kur nuk duhet përdoren gjethet e fikut, do të zgjidhni gjithmonë të shëndetshme, të plota. Le të marrim tashmë degën tjetër. Pra, edhe ky lloj këtu nuk do të përdoret, ja ku kemi këtu. Atëherë. Ka disa gjethe të shëndetshme. Atëherë, shiko çfarë bëjmë. Ja marrim 1, 2, 3. Pra të mos kenë dhëmbëzat, mos kenë çpime, patjetër, ja, ky manteli që unë thash të jetë i pastër, të jetë i shëndetshëm, ja. Këto mund t'i coptojmë, por mund t'i hedhim edhe kështu. Pra, afërsisht 3 gjethe të fikut. Është shumë mirë, po, patjetër, është shumë mirë që të hedhim këto si rubin të kuq, lulet e shegës. Pra, ose do t'a lëmë që, pra, shikojmë këtu. Kjo gjethe, kjo lule, më falni, këto petalet i ka rrëzuar, që do të thotë, kokra këtu brenda është fekonduar, dhe ajo do të vazhdoj të rritet, ndërsa këto, tashmë janë si thuash, si të plakura, dhe ne këto nuk i marrim, sepse kjo ka filluar procesin e lidhjes së kokrës. Ne marrim për shembull nga këto, lulet,
Të cilat e kanë petalen si të thuash, të rinuar. Tamam të porsaçelura. Mund të marrim afërsisht 2-3. Mora një Këtu të është e tillë njëjta për me shembull. gjethet Pra, shiko, këtu është një e fekonduar, janë dhe këto të tjerat. Sikur kjo pemë që ka atje me mira lule, ti bëj me mira kokra, çfarë do të ndodhi në fund? Kjo vetë vritet. Pra, sikur kjo ti lidhi të gjitha këto kokrat dhe një nga këto sikur të jetë 200 gram për shembull, 150 gram, a mundet që kjo ti mbaj? Ta mbaj peshën e gjithave? Dhe kjo çfarë do të bëj? Do harkohet kështu dhe kputet. Kështu që ata baçevanët e mirë çfarë bëjnë? Lën një dhe afër bazës këtu dhe këtu fillojnë të bëjnë një rrallim. Jo më kot i ka marrën këto. Pra, kësaj dege... Kur bëjnë rrallimin, besoj dhe ta kuptojnë dhe ta bëjnë me qëllim për t'i mbajtur edhe petalet. Që kjo të mbaj njërën prej tyre, atë që është afër. Ndërsa këto i marrin dhe i thajnë. Mund të themi janë të barazvlershme sa kjo kokra që neve e lam këtu. Po përse mund të na përdorin, mund t'i përdorin të tjera. Po shiko sa e bukur është kjo. Kjo nuk është kështu e bukur thjesht vetëm të tërheqi bletën për të bërë atë plenimin e saj, por është sepse këtu me të vërtet ndodhen kimikate të shumta, të cilat janë të mrekullueshme, më realizojnë si thuash një shëndet nga brenda të organizmit dhe më jep një bukuri trupore të lëkurës nga jashtë. Eliksiri bukurisë dihet për shegën, po edhe petalet kanë këtë veti. Ose mundet që t'i bëjmë kështu. Këto petalet, për shembull, i marrim dhe i përdorim për një çaj si antiseptik për lëkurën. Për lëkurën e fytyrës. Kemi shtuar gjethet e fikut, petalet e shegës. Lulet e shegës dhe shtojmë në të afërsisht 15-20 gjethe të ullirit. Të ullirit. Ja. Po përgatisim një çaj për personat që janë me diabet. Pra, i kemi vendosur të 3 gjethet aty brenda, shtojmë ujin e hedhim afërsisht 3 gota çaj. I lëm 15 minuta dhe në këtë mënyrë çaj për një diabetik do të jetë i mrekullueshëm. Super. Sa gota të tilla duhet të pinë? Pihen afërsisht 2 deri në 3 gota në ditë. Pa ata që janë me medikamente, që përdorin ilaçe për diabetin, duhet të kenë kujdes për ndonjë intervenim të mundshëm? Po, çfarë presim që të ndodhi? Presim që gjatë ditës niveli i sheqerit në gjak nuk do të fillojë që të kërcejë më me ato vlerat e tij të mëparshme, por do të jetë shumë afër brenda kufirit, ndoshta brenda kufirit ose pak mbi tavanin e tij. Pra, në këtë mënyrë, ai diabetiku duhet që të marrë masa, të paksoj pak mjekimin, sepse do vi momenti që ti i kputen fuqit, mbulohet në djerës ftohta dhe mund t'i bjerit fikë. Më tepër. Për prediabetikët që janë në atë pragun për të shkuar tek diabetikët është e parandalon më së miri. Pa diskutim. Dhe unë them kështu, ajo rruga për diabetikët, për këta njerëz që dalin nga kjo rruga e gjithë njerëzve, ka një hink në fillim. Çdo xhade ka një hink të gjerë, ku makinat marrin kthesën dhe futen. Këta paradiabetikët janë këtu gati te kjo hinka, atëhere, si thua timoni makinës kthehet dhe s'futet më në këtë rrugë. Po vazhdon rrugën tjetër. Pra, duke bërë një paradiabetik ose një njeri që ka predispozita familjare, duke bërë nga një trajtim me këtë çaj, po me lulen e shegës, me gjethen e ullirit, nga njëherë me gjethe hurme, sigurisht të marri masa që edhe kafen të api me shumë pak sheqer ose i çfare, të minimizohet sheqeri gjatë përdorimit ditore kështu, atëre edhe ai që është diabetik me trashëgimi gjenetike që ka babajin ose nënën ose kështu, ai nuk do të bëhet me diabet që në moshën 40 vjeç, 45. Po mund të bëhet 75 vjeçar. Rëndësishme është parandalimi. Sepse ky dis nga se të mbrohet.